Unë quhem Iris Xhanaj, kam mbaruar studimet e larta në Universitetin Publik La Sapienza në Rom, Itali. Çka dua të them unë është që të gjitha arritjet për rinin sot mbajnë siglën e Partisë Socialiste, por edhe firmën Edi Rama. Konkretisht unë dua t'ju pyes, ku buron gjithë kjo energjia juaj? Tani për sa i përket energjisë, kjo është çështje një çik më personale. Për mua politika nuk është profesion, nuk është punë, nuk është zanat jo, nuk është karrierë në kuptimin që i jepet karrierës. Është pasion edhe është mision. Dhe për hir të vërtetës, nga mënyra se si ka ndodhur me mua, po shikosh momentet kyçe që më kanë bërë të merrem me këtë punë, ka qenë në një farë mënyrë edhe fat, edhe lojë e fatit më saktë. Sepse nuk kanë qenë vendimarrje të menduara gjatë etj, por kanë qenë rrethana. Dhe e fundit ka të bëjë edhe me historinë, domethënë në moshën tuaj unë isha në jetoja në një regjim tjetër, s'kishte lidhje me këtë sot. Dhe ishte një betejë për liri personale, nuk kishte lidhje me zgjedhje me alternativa. Ishte betejë për liri personale dhe kështu që rrethanat e kanë sjellë që të ngec këtu në këtë valle. Kjo është gjëja dhe unë i them zjarri i brendshëm, nëse kur njeriu, unë të paktën se nuk them njeriu se njerëzit janë lloj-lloj, po për sa kohë kam këtë zjarrin e brendshëm, nuk kam nevojë të mendoj se ku t'i gjej energjitë. Pastaj nëse zjarri fillon edhe shuhet, atëherë do jetë e vështirë për të gjetur energjitë dhe kaq. Po në këtë gjë më mban ajo që ju thash, domethënë fakti që ne mund ta mbarojmë këtë ne. Unë, se Gerda me ju do vazhdoni, po fakti që mund ta përmbyllim këtë fazë historike duke u antarësuar në Bashkimin Evropian. Edhe në një farë mënyrë është edhe një lloj akmarrje për gjithçka që ka ndodhur në të shkuarën, në të gjitha nivelet. Kjo është pak a shumë përgjigjja që unë do jepja. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi.